kam një pyetje ndoshta për ju kryetar. Po shkon koha dhe buxheti akoma nuk është i miratuar për sa i përket zgjedhjeve nga ana e qeverisë dhe mendoj që ju do duhet që të jeni në komunikim direkt për faktin se mosmiratimi i shpejtë i buxhetit rrezikon disa operacione zgjedhore e kryesisht operacione të cilat tashmë janë të reja, të futura në rregullore zgjedhore të cilat janë në shërbim të procesit dhe sidomos një procesi me integritet sa i përket votimit diasporës. Mos ndarja buxhetit me kohë mund të rrezikoj realizimin e këtyre operacioneve. Është e vërtetë që qeveria s'ka do buxhet. Bile siç e cek shpesh kolegu Hamiti thotë që qeveria dhe jo vetëm kjo qeveri, po edhe të kaluamën, po sidomos kjo spako për projektet teknologjisë dhe gjitha kërkesat që kemi pas kanë nda buxhet. Dhe buxheti për këto zgjedhje është tashmë i ndarë. Çështja është për kërkesat shtesë buxhetore që kemi pas. Sepse buxheti, po kërkesat shtesë buxhetore. Dhe për kërkesat shtesë buxhetore ne e dim kur e kemi bënë një kërkesë të tillë. Nuk e di nëse ka një javë apo 7-10 ditë. 16 qershor. Do të thonë gati 2 javësh i është afru dhe natyrisht që do të mbajt institucioni ju në komunikim për kërkesat shtesë buxhetore, të cilat ne vetë si institucion nuk i kemi planifiku. Dorën zemër, unë e Koran Muratis i bona pyetje këtu. Unë e trajtoj si shqetësim kuadër të këtij institucioni, sepse ky buxhet, koleg, ta kryun e pastaj unë është me marrë fjallën. Koleg, veç ta përfundoj, se kam veç ta përfundoj. Jo, shqetësimi është real, po nuk je zavant si qeveri, koleg. Jo, shqetësimi është real, shqetësimi është real, po e merr fjalën mirë, po e merr fjalën për ta dezinformove publikun. Nuk është e vërtetë çfarë the. Qeveria ka ndonë që vitin e kaluar këtë buxhet. Edhe na kemi drejt me shfrytëzu. Media caktuar që kemi për me dezinformu. Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar kërkesën për emrimet e anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve nga nominimet që kanë ardhur nga subjektet politike. Nga 222 vendet të përcaktuara sipas formulës të miratuara nga KQZ-ja, 216 vende janë plotësuar me këto nominime të ardhura nga subjektet politike, të cilët personat të cilët i kanë kaluar gjithë filtrat ligjor të KQZ-s dhe të mekanizmave të jashtëm në të cilët KQZ-ja i dërgon për verifikim.